Na kemi oficer, kemi ushtar, kemi në oficer që janë duke punuar dhe duke kërkuar punë ndërtësore. Paga atyre është me vogël se në rajon. Ata nuk mund të përbushin as për safërmi nevojat familjare që kanë. Dhe këtu duhet mendojmë që t'ja ngrisëm motivimin atyre, t'ja ngrisëm vullnetin ata për të kryer gjitha detyrimet që dalin nga kjo. Njerëzit që do të shkojnë në Gaza, ata sigurimi jetësor akoma nuk e kemi të rregulluar me ligj. Dhe gjitha këto elemente, pavarësisht se këta njerëz janë jashtëzakonisht profesional, jashtëzakonisht vullnetshëm të kryejnë gjitha detyrimet që dalin nga ligjet e Kosovës, por qeveria nuk është duke ju nejtur mbrapa me ato elementet, si që në pagat, shërbimet e tjerat, nevojat të tyre. Kam një pyetje sa i përket FSK-s. Më herët ish presidenti apo ti publikuar një video të themi asaj skuadrës për operacione speciale të FSK-s. Çka është puna e asaj skuadre? Nuk duhet hidh në atë, janë gjëra që nuk janë për... Unë e di që ushtria Kosovës ka njësitë të veta që është duke i ngritur për operacione speciale dhe është shumë mirë, janë djemë jashtëzakonisht përgatitën. Pa e dolin publik, pra generali, u bë vetëm Pa dolin publik, por s'duhet folin për numër, s'duhet folin për pajisje, sepse ata do t'jenë trajnuar, sikur maricat amerikanë që janë të trajnuar, do t'jenë pajisur me pajisjet dhe armatimin më moderne që i kanë, dhe numerikisht do t'jenë nevojshëm dhe të mjaftueshëm për të kryer gjitha operacionet e nevojshme për të kryer ato detyrat që dalin nga nevojat që i ka... Pra, për thomi operacione speciale. Absolutisht. Çka janë operacione speciale? Operacione speciale janë, ajme të morën, sikur shembull, Delta Force, apo kemi njësitë SARS të Britanisë të Madhe, njësitë që nuk mund i kryen asnjë element i ushtrisë tjetër përveç tyre. Për të hyrë, për të kryer detyrat, qofshin ato për nevojat... Pra ishte gabim që dolin publik, ajo? Pa sigurisht që është gabim, po unë du të thëmë dhe një element që ka shumë probleme, ne që disa vite, që 4-5 vite, po mja keq me thonë, po du të thëmë publikisht, që dikun 60-70% generalve nuk janë të graduam. Të gjithë janë me ushtrues detyre. Presidentja, ish-presidentja e ka pos në tavolin me zgjedhë këtë problem. Nuk e ka zgjedhë. Arsyet e dina jepse, si komandante supreme. Dhe këtu une apeloj që largë duart e interesave partijake nga policia dhe nga ushtria. Uniforma është e shajt. Policia dhe ushtari janë të shajt për me kryer gjitha detyrimet që dalin nga ligji dhe nga kushtetuta. Mos i përdorin për marketing politik edhe partijak. General, kam